nuk ka ndikim më të madh se sa shoqëria e keqe në ndodh. Jetën e kësaj bote, ndikimi më i madh vije prej shoqërisë me të cilën ne shoqërohemi. Prandaj Allahu tregon se në ditën e gjykimit, kur do dalin dhe me dhënë llogari gjithë njerëzit, e specifikon një sekuencë ku janë disa njerëz që do të ndihen të mjeruar dhe këtë do ta shprehin publikisht para Allahut për mjerimin e madh. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Allahu thot ditën kur zullumçari që i ka bërë vetes zullum, me kufër, me mohim, me shirk, me idhujtari, me gjuna të mëdha, kështu me radhë, do t'i kafshoj duart e tij. Edhe do të thot ja lejteni ittakhadhtu ma ar-rasuli sabila, sikur ta kisha ndjekur rrugën e pejgamberit, rrugën e të dërguarit të Allahut. Ja wejlata, mirë për mu, lejteni lem attakhidh fulanan khalila, sikur të mos e kisha marrë për shok ngushtë filanin. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Ai më devijoi prej përmendjes së Allahut. Përmendja e Allahut ta jetë është feja e Allahut. Ai më devijoi prej rrugës së Allahut, prej Islamit, prej fesë së Allahut. Pasi që më erdhi ajo, unë e pash, unë njoha me të, e kuptova, por e refuzova për shkak të shokut keq apo të shoqës keqe. Për këtë arsye pejgamberi Allah thot: "El mar'u ala dini khalilihi", njeriu është në fenë e shokut të tij. "Falyanzur ahadukum man yukhalil", andaj le të shikoj mirë se cili për ju se kë po merr për shok. Shikoj, nuk ka thonë në fenë e babës, as në fenë e nanës, po ka thonë në fenë e shokut. A ka lidhje më të afërt se sa me nanën e babës? S'ka. Por për shkak se ndikimi me shokun është shumë më i madh se sa me nanën e me babën. Ne dim raste që gjatë gjithë jetës prind kanë punu, me udhëzu, me arsimu, me eduku në nivelet më të larta të mundshme. Për një moment kanë ndryshuar fëmijë. Pse? Shoku i keq apo shoqja e keqe. Por kemi edhe të atill që nuk kanë pas prind kujdesshëm. S'kan punu me ta, ndoshta edhe kanë punu për me nxjerr për rrugës së Allahut. Por shoku i mirë, shoqëria e mirë, ka bëu që me u ndiku dhe me u kthy në rrugën e Allahut. Pra, kaq fuqishëm ndikon shoqëria në jetën tona.